Në një tender kontravers, drejtori i Institutit të Sigurimeve Shoqërore Astrid Hado do blej makina me vlerë 400 milion lek. Ky shpërdorim e vjedhje e fondeve publike ka shkaktuar revoltat e pensionistëve që kanë marrë një rritje minimale të pensioneve mujore me më pak se 5.000 lek. Rritja e fundit e pensioneve nga qeveria u ka mundësuar pensionistëve një vlerë minimale modeste që nxjerr më pak se një kafe të përditshme në muaj. Ndërkohë që pensionistët përballen me rritjen e vazhdueshme të çmimeve, drejtori ka miratuar një tender me vlerë të madhe, pothuajse gjysmë miliard lek, ekskluzivisht për blerjen e makinave. Dokumentet e siguruara nga redaksia jonë zbulojnë detajet e kësaj procedure, duke ngritur pyetje mbi prioritetet brenda Institutit të Sigurimeve Shoqërore. Teksa kryeministri Rama u shpreh se janë sipërmarrësit ata që vjedhin pensionistët se nuk paguajnë taksa, duket se qenë ka vetë drejtori i ISSH që vjedh fondet publike për teksa luksi. Ndër të tjera, duket se drejtori e pas ka bërë të UID-s vjedhje të kësaj natyre. Në një raport të KLSH për vitin 2021, Astrid Hado i ISSH dyshohet se ka përvetësuar naftë për makina dhe gjenerator që nuk ekzistojnë. Instituti i Sigurimeve Shoqërore në drejtimin e Astrid Hados rrit çdo vit me 150% konsumin e naftës, ndërkohë që numri i makinave mbetet i pandryshuar duke vjedhur kështu naftë. Ndërkohë që kosto e jetesës vazhdon të rritet, ky veprim i drejtuesve të Institutit të Sigurimeve Shoqërore nxjerr në pa një debat më të gjerë mbi prioritetet buxhetore dhe shpërndarjen e burimeve që kanë për qëllim mbështetje për grupet më të cënueshme të Shqipërisë.